Pogradecit vijon të mbetet një ndër destinacionet më të preferuara për turistët vendas dhe të huaj, duke u shndruar çdo vit në një pikë të rëndësishme referimi për pushime të qeta dhe përvoja të veçanta. Kjo jo pa arsye, qetësia që ofron, pastërtia e admirueshme, mikpritja karakteristike e zonës, si dhe panorama e rrallë që krijon liçeni i Orit, e bëjnë Pogradecin një destinacion ideal për çdo që kërkon të shkëputet nga rutina e përditshme. Ajri i pastër, natyra e mrekullueshme dhe hapësirat e shumta çlodhëse janë element që e dallojnë këtë qytet, ndërsa ndërthurja e tyre me atraksione turistike, shëtitoren Buzliqenit, zonat e gjelbra dhe fshatrat përreth krijojnë një ofertë të plotë për vizitorët. Nga turizmi familjar tek ai kulturor e natyror, Pogradeci vazhdon të tërheqë gjithnjë e më shumë vizitor gjatë gjithë vitit. Në këtë speciale CNATV sjell për shikuesit një intervistë me kryetarin e bashkisë Ilir Xhakolli, i cili flet gjerësisht për qytetin që ai drejton, për transformimet që ka pësuar vitet e fundit dhe për investimet më të rëndësishme të realizuara si në brendësi të qytetit, ashtu edhe në disa nga zonat më të frekuentuara turistike. Ai ndalet gjithashtu tek projektet në zhvillim, përmirësimi i infrastrukturës, rritja e cilësisë së shërbimeve dhe synimi për ta bërë Pogradecin një destinacion gjithnjë më konkurrues në hartën turistike shqiptare dhe më gjerë. Intervistën e nisim pikërisht në zemër të Pogradecit, në qendër të tij, aty ku po merr formë një nga investimet më të rëndësishme që synon të rikthejë identitetin historik dhe kulturor të zonës. Ky investim synon jo vetëm rikualifikimin urban, por edhe rikthimin e vlerave historike të qytetit, duke e kthyer zonën në një pikë të rëndësishme atraksioni për vizitorët vendas dhe të huaj. Këtu jemi ndalur në qendër dhe një nga investimet më të rëndësishme që ju po bëni është rruga Najm Flashi. Po ta shikoni këtu, kjo është rruga e vjetër që ka qenë e Pogradecit dhe ne po mundohemi që ta rikthejmë në gjendjen fillestare, ndoshta edhe më mirë se ç'ishte, sepse shumica e qytetarëve shqiptar apo edhe të huaj nuk e dinë që Pogradeci ka një lagje të vjetër. Do shikoni një lagje shumë të bukur, e cila do vazhdojë jo vetëm këtu, por edhe në pjesën tjetër të Toklecit, ku ka qenë dhe qendra e qytetit, pra origjina e krijimit të qytetit. Po shikoni këtej kemi pallatin e kulturës që është gati për të investuar, për të restauruar dhe për të thyer bashkë me kineman verore, me gjitha sallat, me gjitha ambientet dhe njerëz siç ka qenë, por ndoshta edhe më e bukur se ç'është. Me një kalendar të pasur aktivitetesh dhe hapësira të reja kulturore, qyteti synon të jetë aktiv gjatë gjithë vitit, duke tërhequr vizitor përtej sezonit veror. Në Pallati i Kulturës ju bëni shumë aktivitete në fakt, ekspozita, aktivitete të ndryshme. Sa e rëndësishme është që t'i rikthehet sërish vëmendja e dur apo vetë bëhet një investim? Jo vetëm sezonit, por 6 muaj ne kemi një kalendar të ngjeshur rreth 100 aktivitete. Që mund ta quajmë në vit, po sidomos janë të përqendruara në kohën e sezonit, e sigurisht që ky pallat kulture, ky i mirëpret, edhe këtu zhvillohen shumica e këtyre aktiviteteve, sigurisht edhe në ambientet e Odeonit, që është një ambient i shkëlqyer për gjitha eventet që ndodhin në Pogradec, po tani jemi pasuruar edhe me Drilonin, që edhe atje mund të vazhdojmë të kryejmë aktivitete të ndryshme, por patjetër edhe në këto lagje që po përfundojmë. Ruajtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i figurave të njohura të letërsisë shqiptare mbeten një tjetër fokus i rëndësishëm për zhvillimin e turizmit kulturor në qytet. Sa janë të njohur turistët me këto lagje? Paktën edhe me Toklecin, që është një nga lagjet karakteristike dhe ka shumë histori. Nuk është se janë të njohur, unë sapo e thash që zakonisht nuk e dinë që ka patur qytet vjetër dhe ne po mundohemi që qytetin e vjetër ta ruajmë, ta restaurojmë dhe mos preket, pra të jetë në gjendjen fillestare, siç ka qenë, mos ndryjmë me godina të larta. Ne do i bëjmë një promovim të madh kësaj lagje, po edhe në Tokleci ne po mundohemi që bashkë me Ministrinë e Kulturës edhe me familjarët kthejmë në shtëpi muze edhe shtëpinë e Lazgushit, edhe të Mitrushit, edhe shkollën e dytë shqipe, edhe një
fototeka Cici që është aset për Pogradecin, kështu që këto do futen në pikat guid që do ketë Pogradeci për gjithë turistët e vendit apo edhe të huaj. Me këtë çelje të parakoshme të sezonit turistik dhe evente të rëndësishme promovuese, Pogradeci synon të tërheq edhe më shumë vizitor dhe të forcojë imazhin e tij si një nga destinacionet më të dashura në vend. Si e frisni këtë sezon turistik? Zakonisht e çelim sezonin në ditën e liqenit, që është data 21 qershor, mirë po për shkak edhe se moti ka marrë përmbar të kohë, ne do ta bëjmë atë çelin e sezonit datën 6. Do inaugurojmë këtë rrugë dhe sigurisht që atë ditë do sjellim dhe finalen e kampionatit ose si ta quhesh të Miss Albanias, do bëhet finalja në Pogradec, e sigurisht që misët do vinë ta inaugurojnë këtë rrugë. Patjetër që ky është një promovim i mirë për Pogradecin, po edhe për këto punë të bukura që po bëhen. Mirëmbajtjen dhe pastrimin e liqenit të Orit mbetet një ndër sfidat dhe angazhimet më të përditshme të Bashkisë së Pogradecit. Si një nga asetet më të rëndësishme natyrore dhe turistike të zonës, liqeni kërkon kujdes të vazhdueshëm, sidomos në periudhat kur kushtet atmosferike sjellin mbetje dhe alga në breg, duke e bërë pastrimin një proces të pandërprer. Përveç rëndësisë për turizmin, ruajtja e pastërtisë së liqenit lidhet drejt për drejt edhe me cilësinë e jetesës së banorëve dhe imazhin që qyteti përcjell tek vizitorët. Liqeni, siç e shikoni, sa herë frym një herë apo bie shi, mbushet në këtë mënyrë. Edhe kjo është një punë e përditshme. Në fakt, në para ca kohësh e patëm një problem, ky që u munduan, sepse nuk e kam ai operatori privat që pastron bregun e liqenit, kemi krijuar një brigadë për 10 personash edhe me një teknik që e bën këtë punë çdo ditë. Çdo ditë ne bëjmë këtë punë, që në mëngjes i bjem gjithë bregut e pastrojmë nga meteorinat, po edhe nga algat që nxjerr liqeni. Në fakt, presim edhe një makineri që është e kemi fituar nga thirrjet e Bashkimit Evropian, që shumë shpejt për një 2-3 muaj ndoshta vjen, sepse ka ato burokracitë e veta, e cila mbledh pislaqet edhe në liqen, po edhe në rreth, dhe kjo do na jap një dorë tjetër. Sepse kjo është një shpenzim i madh, përveç se punëtorët që lodhen me këtë mënyrë, po edhe transporti tyre deri në landfillin në Maliq na kushton goxha, sepse janë tonelata që dalin në vit. Kështu që me një kompani kanadeze po mundohemi që aty ku kemi përpunimin e ujrave të ndotura, do vëmë një makineri e cila i konsumon këto, i dik në mënyrë të brendshme pa nxjerr asnjë lloj, dhe i kthen në energji ose në naftë. Besoj që shumë shpejt mund ta përfundojmë këtë dhe edhe liqenin do ta mbajmë më të pastër, po sigurisht që edhe kostet e ekonomike. Pas një shëtitje në qytetin e Pogradecit, vendosëm që së bashku me Xhakollin të ndaleshim në Drilon, një prej perlave turistike të zonës, ku natyra, ujë dhe qetësia krijojnë një atmosferë të veçantë për çdo vizitor. Një qetësi dhe një mrekulli këtu në Drilon. Je të drejtë, domethënë ne kemi një shprehje në Pogradecit që këtu vdes nga rahat. Po në fakt u bën një investim i rëndësishëm. Nga fondi janë tre institucione në fakt financiare, fondi amerikan, shqiptar-amerikan, fondi shqiptar dhe banka botërore, rreth 22 milion euro, sepse këtu në Drilon ku jemi, kishte rreth 70 vjet që nuk ishte ndërhyrë, pra morëm një iniciativë dhe një projekt shumë ambicios, i cili vazhdon deri në Kuras, Zagorçan, që themi ne, me që dhe Kurasi dhe Tushemishti janë në projektin e 100 shatrave, atëre për t'i dhenë zhvillim edhe asaj zone, ushtri projekti deri në Kuras dhe në Tushemisht. Pra, i gjithë ky
pellk, kushtoi 22 milion euro dhe kjo është faza e parë. Sepse kemi akoma fazë tjetër, sepse është mënyra se si do i ndihmojmë bizneset që janë në pushemisht, sepse shëtitoria është pedonale, e sigurisht që nuk do lejohen makinat. Ju vjen në ndihmë 2 parkime të mëdha që janë bërë këtu, sigurisht që do ketë dhe mjete për të ndihmuar qytetarët të shkuar tek hoteli tyre apo tek restoranti tyre. Po gjithsesi, nga mbas rrugës ose lokaleve që janë në pushemisht, nga mbas po bëhen nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit 2-3 projekte që do i ndihmojë ata që në mënyrë që makinat, të gjithë ata që kanë parkime, të shkojnë në ambientet e tyre. Sigurisht që ne do mundohemi që autobusat, për shkak se e kanë të pamundur të shkojnë, mund t'i lejmë edhe me orare, të shkojnë t'i çojnë turistët atje ku kanë nevojë dhe autobusit vit, kthehet edhe të parkohet. Kjo do jetë në ndihmë të këtyre bizneseve. Ka patur vështirësi, sigurisht që vjet patën probleme bizneset që operonin me turizmin, për shkak të rrugës edhe për shkak të këtyre problemeve që donin, po si vjet besoj që do jemi gati për këtë sezon. Ne jo më kohë zgjodhëm që këtë pjesë të intervistës ta zhvillonim në varg. Sa e preferojnë turistët një xhiro me varg? Çfarë mundet të shohin këtu në Drilon? Unë tamam nuk e di se sa kushton një xhiro me këto varka, po besoj që është me sa di unë 2500 lekë për një xhiro për 30 minuta. Besoj që ky është vendi më i bukur në Shqipëri dhe këtë nuk e them unë, po e thon të gjithë. Këto varka janë elektrike që janë në pajtim me ambientin edhe me mjedisin. Janë rreth 6 varka të tilla që kanë erdhur nga fondi amerikan. Sigurisht që do vinë dhe të tjera, por kjo është faza e parë. Fondi amerikan ishte faza e parë për Drilonin, do vazhdojmë në faza të tjera, ka në projekt brenda këtij viti, do të konsumojë rreth 1 milion euro të tjera për ta pasuruar akoma më shumë të peisazh të mrekullueshëm që është Driloni. Tu shohim që ka edhe goxha biznese që operojnë. Çfarë kanë të veçanta, të paktën ato gatime tradicionale, sepse e dim që Pogradeci mbahet për Koranin. Por çfarë mundet të gjejnë dhe sa e preferojnë turistët? Po shko, kjo tradita këtu në Pogradeci është gati e njëjtë, me tushemishin edhe në Drilon. Kanë edhe lakrorin e mrekullueshëm që e bën një lloj si gjithë rajoni i Korçës. Peshku patjetër që është pjata më kryesore, që është me qep sipas traditës ose edhe me mënyra të ndryshme. Patjetër që ka dhe shumë prodhime të anvisave të zonja që janë në këtë zonë, sidomos në zonën e Tushemishit. Ka lloj gatimesh të mrekullueshme, po sigurisht ajo që është më kryesorja është çmimi që ne ju ofrojmë, ose ata ju ofrojnë. Ka mbetur po të njëjtat çmime që kanë patur me vite me radhë, dhe kjo është një nga ato ofertat që ju bëjmë ne turistëve për ta vizituar Tushemishtin edhe Pogradecin. Ndërthurja e natyrës, investimet dhe traditës e kthen këtë zonë në një destinacion të plot, ku çdo vizitor mund të gjejë një eksperiencë autentike dhe të paharrueshme. Krahas qytetit të Pogradecit dhe fshatit Drilon, që ndodhen shumë pranë njëri tjetrit dhe përbëjnë 2 nga pikat më të vizituara të zonës, nuk mund të linin pa vizituar edhe fshatin e mrekullueshëm të Linit. Edhe pse ndodhet rreth 20 kilometra larg qytetit, Lini nuk e ka ndier kurrë mungesën e turistëve. Përkundrazi, vit pas viti është kthyer në një destinacion të preferuar, sidomos për vizitorët e huaj, që e konsiderojnë një ndalesë të detyrueshme në itinerarin e tyre. Sa po futemi në fshat, vjetër e menjëherë lëvizja dhe puna që po bëhet për investimet e reja. Një tjetër projekt që synon të japë më shumë zhvillim kësaj zone të veçantë Buzliqenit. Për më shumë detaje mbi këtë ndërhyrje dhe perspektivën e zhvillimit, flet vetë kryetari i bashkisë gjatë bisedës me ne. Lini është një nga fshatrat turistik më të preferuar të turistëve. Duket se ka patur edhe një hovë zhvillimi, të paktën vitet e fundit, po bëhen shumë investime, po ashtu janë hapur shumë bujtina.
Na trego pak si është Lini dhe çfarë ofron ky fshat. Në fakt, mirë e thatë, kohët e fundit këtu janë shtuar shumë bujtina. Në fakt, këto investime janë të vonuara për Lini. Lini është një fshat perë në gjithë Shqipërinë. Po të pyesësh gjithë shqiptarët, Linin e kanë në zemër. Kështu që ne kemi filluar me ujin e pishëm, që ishte problem. Ne kemi mbyllur atë histori. Tani jemi në proces për ujërat e ndotura. Ndërkohë që me përfundimin e këtij projekti, që besoj për Linin të paktën, sepse kjo po bëhet për gjithë njësinë administrative të Udënishit, për Linin duhet mbyllet që të kapin edhe këta sezonin turistik. Mbas sezonit turistik, besoj që ne kemi një projekt tjetër të rëndësishëm në bashkëpunim me Fondin Shqiptar Amerikan, me të cilët kemi bërë një marrëveshje dhe besoj që shumë shpejt ata fillojnë një projekt me që dhe Lini është në atë programin e 100 fshatrave. Besoj që me zhvillimin e atij projekti ky kthehet në një fshat perë. Ashtu siç është, po besoj që ka nevojë edhe për ndërhyrje në infrastrukturë, edhe në për godina. Unë pak a shumë e kam idenë e projektit se si do të jetë, e besoj që me përfundimin e tij fshati Lini bëhet i mrekullueshëm. Gjatë gjithë rrugës që kemi parë që erdhëm në këtë fshat, kemi parë këto banesat shtëpi të karakteristike me gur. Është ruajtur kjo tradita shumë vjeçare e banorëve. Po banorët vetë me çfarë merren zakonisht në Lini? Po, me thënë drejtën, më shumë merren me bujqësi. Janë marrë edhe me bregtori, po tani shumë më pak. Ne sigurisht me turizmin, ndaj dhe ne po fokusohemi këtu me investime, me qëllim që edhe për njerëzit të jetë fshati më atraktiv, po edhe vetë banorët të kenë mundësi për të rritur ekonominë e tyre. Juve e thatë atë, e kaluam bashkë edhe patë që pavarësisht se pjesa më madhe është me gur, disa kanë ndryrë me tulla edhe me suva, besoj që projekti që sapo përmenda më lart do t'i përfshijë edhe këto dhe kthehet i gjithë në një fshat me gure, me dru, ashtu siç ka qenë dikur. Ka patur rritje të turistëve në Lini, paktën në vitet e fundit dhe ju besoj keni takuar edhe turistë. Çfarë thon ata, çfarë përshtypjesh kanë për këtë fshat? Në fakt këtu ka nevojë për shumë shtretër, sepse këtu vinë vetëm të huaj. Edhe banorët e Linit që merren me turizëm nuk është se japin për shqiptar, sepse janë të rezervuara të gjitha. Ata janë shumë të mrekulluar nga kjo pamje, sigurisht që edhe banorët këtu dhe ata që merren me turizmin janë shumë të përkushtuar ndaj tyre, siç janë gjithë pogadecarët, dhe janë shumë të kënaqur bile po ta shihni në ato që ata shkruajnë, këta janë më të mirët në Republikën e Së. Nga qendra e Pogradesit tek brigjet e liçenit të Orit në Drilon dhe deri në Lin, ky reportazh solli një panoramë të plotë të një prej zonave më të veçanta turistike të Shqipërisë. Investimet që po realizohen, kujdesi për mjedisin, zhvillimi i infrastrukturës dhe promovimi i trashëgimisë kulturore tregojnë një drejtim të qartë zhvillimi. Në këtë rrugëtim, Ilir Xhakolli thekson se vizioni mbetet i qartë, ruajtja e identitetit, ndërthurja me zhvillimin dhe krijimi i kushteve sa më të mira për banorët dhe vizitorët. Një Pogradec që nuk ndryshon vetëm në pamje, por edhe në standard, duke u kthyer në një destinacion gjithnjë më të kërkuar gjatë gjithë vitit. Dhe ndërsa dita mbyllet mbi liçen, mbetet e qartë se kjo është një zonë që nuk ofron vetëm peizazh, por një eksperiencë të plotë, natyrë, kulturë dhe mikpritje që e bëjnë Pogradecin dhe zonat përreth një prej perlave më të çmuara të turizmit shqiptar.